Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Hetimi ngritjes së çmimeve të produkteve me theks në festat e fundvitit e dyshimet për abuzime me çmime të tregtarëve i diskutojmë pas pak në studio me inspektorin hetues në Autoritetin e Konkurrencës Egzam Berisha. Se cilat produkte janë duke u hetuar nga autoriteti, ka dyshime për marrëveshje mes tregtarëve për ngritje të çmimeve, e cilat janë masat e ndërmarra deri më tani. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Komisioni Evropian do të heqë vetëm 50% të masave ndaj Kosovës. Heqjen e plotë të tyre kërkoi presidenti Osmani në takim me Antonio Costa në Bruksel. Supremi anullon vendimin për shkarkimin e Besim Kelmendit nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit. Lëndaj është rikthyer KPK-s për rivendosje. Supremi është shpall të palishme në që obligonin pensionistët për paraqitje 6 muaj, obligon ministrinë që të monitorojë këtë proces përmes mekanizmave të saj. Kosova nënshkruan kontratë për blerjen e sistemeve të artillerisë Hanwei Haki nga prodhuesi amerikan AM Generals. Porositë e para do të dorëzohen brenda 2 vjetëve të parë. Komisioni Evropian ka konfirmuar se do të lëshojë 50% të asistencës për Kosovën, rreth 216 milion euro si pjesë e procesit të heqjes graduale të masave ndoshkuese. Lajmin për kohën e ka konfirmuar një zëdhënës i komisionit. Sipas një të njëjtit burim, pjesa e parë e fondeve do të mundsojë nënshkrimin e 4 projekteve me vlerë prej 34.6 milion euro dhe nisjen e implementimit të tyre. 181 milion euro të tjera pritet të planifikohen për miratim në pranverë të vitit 2026, duke lejuar fillimin e projekteve në gjysmën e vitit e 2 të vitit të ardhshëm. Të martën, ministrat e Bashkimit Evropian përmes konkluzioneve të presidencës daneze të Bashkimit Evropian kishin përshëndetur heqjen e masave të mbetura, por shpejtësia dhe modaliteti i heqjes së tyre tash varet nga Komisioni Evropian. E në këtë institucion nuk saksojnë se kur dhe cilat do të hiqen. Presidenti Vjosa Osmani ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian për heqjen e pjesshme të masave ndaj Kosovës, duke theksuar se institucionet do të vazhdojnë të punojnë për heqjen e plotë të tyre. Republika e Kosovës ka dëshmuar konstruktivitet bashkëpunime për tushëri të plotë me politikën e jashtme të sigurisë Bashkimit Evropian. Në takim me Kosën potencova se Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet e përcaktuara nga vetë Bashkimi Evropian, sado që ishin ato të padrejta. Prandaj nuk ka asnjë arsye që të pengohet e të shtyhet heqja e masave të tjera, ka deklaruar Osmani. Osmani po ashtu në takim me Antonio Costën ka kërkuar që Kosovës t'i jepet statusi vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorin britanik Jonathan Hargvirës. Në takim është biseduar për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit dhe për dialogun Kosovë-Serbi. Hargvirës në një postim në Facebook ka thënë se në takim është diskutuar për shpresën që procesi zgjedhor të zhvillohet i qetë dhe të mundsohet forcimi i shpejtë institucioneve të Kosovës. Gjithashtu diskutuam nevojën që qeveria e ardhshme ta rifillojë progresin në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe integrimin evropian, si dhe të marrë masa aktive për të lehtësuar integrimin e më të tjeshëm të komuniteteve jo shumicë të Kosovës, ka shkruar ambasadori britanik. Gjykata Supreme ka konstatuar se shkarkimi i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi nga ana e Këshillit Prokurorial ishte i kundërligjshëm. Derisa në KPK kanë thënë se janë në mjegull ligjore shkaku që Kelmendi ka edhe një padinë themelore, në IKD i kanë bërthirë Këshillit që ta rikthejë Kelmendin, me që vërtetua se vendimi për shkarkim ishte arbitrar. Të kundërligjshme arbitrare ka shpallur Gjykata Supreme vendimin e Këshillit Prokurorial për shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmendi. Në aktgjykimin e publikuar të mërkurën, Supremja ndër të tjera ka konstatuar se KPK-ja nuk kishte kvorum prej 6 anëtarësh kur e nxori vendimin. Për më tepër, sipas aktgjykimit, Këshilli është dashur të zhvillonte procedurë disiplinore dhe të hedhte në votim raportin që përpilohet në kuadër të kësaj procedure.
Shkarkimi për shkak të qëndrimeve personale, deklarimeve në media dhe këshill pa ju dhënë mundësia që i njëjti të dëgjohet, përbën shkelje në vetvete nga ana e këshillit, sepse personi në fjalë duhet të dëgjohet në raport me këto konstatime dhe jo të procedohet drejt për drejt në shkarkim. Vendimi si i tillë për shkak të peshës së pozicionit apo pozitës dhe jo individit në proces kërkon profesionalizëm të skajshëm që nga stadi i parë i procedurës, pastaj mbledhja me pika të veçanta të rendit të ditës, aprovimi i rendit të ditës, prezantimi i një raporti mbi gjetjet në raport me bazën për shkarkim dhe në fund vendosja në procedurë të votimit propozimin për shkarkim. Të pyetur lidhur me veprimet e radhës, KPK-ja është përgjigjur në emër të kryesuesit Ardian Hajdarej, duke theksuar se ndodhen në pasqartësi ligjore, me që Kelmendi është ankuar edhe në gjykatën themelore në Prishtinë dhe për këtë nuk është marrë vendim meritor ende. Gzem Shala, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ka thënë se edhe gjykatat e shkallës më të ulët do ta konstatojnë se çështja është gjykuar, me që gjykata e shkallës më të lartë ka vendosur me aktgjykim në këtë rast. Në Këshillin Prokurorial të Kosovës duhet të ftohet edhe zotri Kelmendi në cilësinë e anëtarit sipas detyrës zyrtare në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ky është aspekti i parë dhe duhet që të procedoj tutje. Tash do të thotë ideja është se në fund të mandatit të anëtarëve të një pjesë të anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nuk është dashur që të shohim do thotë veprime të tilla që cenojnë lishmërinë. Shkarkimi i Kelmendit ndodhi një ditë pasi u intervistua si dëshmitar në prokurorinë speciale për hetimin e masakrës së Reçakut. Jo vetëm që s'kom qenë asistent i Danica Marinkovicit. Ai pati mohua raportimet e mediave se kishte qenë bashkëpunëtor profesional i gjyqtare serbe Danica Marinkovic, që e kishte rastin e masakrës së Reçakut. Jehona Grantolli, zëvendës kryesuesja e KPK-s, që e propozoi shkarkimin e tij, pati deklaruar se veprimet e Kelmendit e kanë prekur ndërzgjedhjen në një kombi të tërë. Organizatat e shoqërisë civile dhe zyra e BE-s në Kosovë e patën kritikuar shkarkimin e Kelmendit edhe bllokimin e certifikimit të Elza Bajrami Kastratit si anëtare e Këshillit Prokurorial. Gjykata Supreme sot gjithashtu ka marrë një vendim tjetër ku ka shpallur të paleqshëm udhëzimin administrativ që përcaktonte rregullin e paraqitjes çdo 6 muaj të pensionistëve në autoritetet shtetërore për dëshmuar se janë gjallë në mënyrë që tu vazhdohet pensioni. Supremja ka konstatuar se Ministria obligohet që të monitorojë burimet ekzistuese të informatave me qëllim të identifikimit të pensionistëve që kanë vdekur. Pas shqyrtimit të rastit, Supremja konstatoi se paragrafet ku paraqiten pasojat për pensionistët, siç është ndalimi i pensionit, nuk janë në harmoni me ligjin dhe si të tillë janë të paleqshëm. Pra përgjegjësia e parë për verifikimin e statusit të jetës së pensionistit është e vetë organit publik dhe jo e qytetarit. Kjo dispozitë krijon detyrimin që Ministria të shfrytëzojë çdo mekanizëm administrativ dhe çdo burim zyrtar të informatave përpara se të ndërmarrë masa kufizuese ndaj pensionistit. Ligji ka paraparë një mekanizëm që mbështetet në verifikimin aktiv nga ana e Ministrisë dhe jo në barë disproporcionale ndaj pensionistit, thuhet me sqarash në njoftimin e Supremës. Ministri në detyrë infrastrukturës Hysén Nurmishi ka njoftuar për shpalljen e thirrjes për aplikim për transport publik me qëllim të lidhjes më të madhe të 4 komunave veriore me Mitrovicën e Jugut. Siç ka njoftuar ai, transporti publik do të subvencionohet për të rritur lidhjen e qytetarëve dhe për të forcuar integrimin mes Jugut dhe Veriut. Sipas thirrjes, synohet të jenë 6 linja të ndryshme me nga 3 nisje e 3 kthime brenda ditës. Kompanitë mund të aplikojnë deri më 16 janar. Forca e Sigurisë së Kosovës së Shpejtit do të ketë në dispozicion edhe sistemet moderne të artillerisë mobile. Kontrata me kompaninë amerikane IM General është nënshkruar, ndërkohë që porositë e para do dorëzohen brenda 2 vjetëve të parë të kontratës 3 vjeçare. Kosova ka nënshkruar kontratë me prodhuesin amerikan të industrisë ushtarake IM General për blerje të sistemeve moderne të artillerisë mobile Humvee Hawkeye 105 mm Howitzer.
Ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci ka thënë se në kontratë përfshihen edhe automjete moderne të mbështetjes, pjesë rezervë, mirëmbajtja dhe trajnimi për operime mirëmbajtje. Me këtë blerje, ushtria jonë po kalon në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për qitje në distanca të larta. Kjo blerje shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve tona mbrojtëse dhe në ndërtimin e një ushtrie moderne, të aftë, të gatshme dhe të ndërveprueshme me aleatët tanë strategjik, duke garantuar sigurime të mëdha për vendin dhe stabilitet afatgjatë në rajon. Për marrëveshjen ka njoftuar edhe kompania prodhuese AM General. Sipas saj, palët janë pajtuar për kontratë 3 vjeçare. Jemi krenar të njoftojmë për shitjen e sukseshme të Humvee Hawkeye të Ministria e Mbrojtjes së Kosovës për nevojat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, një dëshmi angazhimit ton për të ofruar zgjidhje të përparuara për nevojat moderne ushtarake. Ky sistem i shëron qëndrueshmëri, shkallësi dhe teknologji të përparuar, duke siguruar që forcat e armatosura të Kosovës të jenë të paisura me mjete më të mira për të mbrojtur. Numri i kontraktuar i këtyre sistemeve nuk është bërë i ditur e sipas kompanisë dorëzimet do të nisin brenda 2 vjetëve të parë të kontratës. Humvee Hawkeye është i pajisur me teknologji të zbrazjes së butë që mundson integrimin e një topi 105 mm në platformë të fortë me automjetin e lehtë Humvee. Kjo lejon vendosjen, qitjen dhe zhvendosjen e sistemit për më pak se 90 sekonda. Pos Humvee Hawkeyes, FSK-ja do të marrë gjithashtu ambulanca, kamion komande e kontrolli së bashku me kamion të tjerë mbështetës të cilët mundsojnë funksionalizimin e një baterie të tërë artillerie.